atë që e fitoja në Zvicër, automatikisht e sjellja në Kosovë, vetëm një investim cilin e posedoj e ka vlerë 97 milion. Sa ke investu krejtën këtë vend? Po kjo ka kalu për 1 milion euro. Bili më mëso mërgjimtar më vjetë hatri. Do ta nisi mes Tica dhe Plozhine fabrikën Nestle, ashtu si që është Montreux Zvicrës, në varrezat e dëshmorëve të mi kum investu vetë, nuk i kum leju disa komandant mercenar që të vinë të më fotografuën të varrezat e dëshmorëve, kum investu vetë, i kam 3 boshqe. Një kam fonora atje dhe publikisht të shfrytëzoj se gjithë mërgjimtarët janë të lirë me hi me marë çka të dojnë. Bleti kam të rreth 500-600 koshere, të një të bindon se hobi kam. Lera atyne o dikon 60.000 euro, por unë kum investu në infrastrukturë tyne, kum investu dikon rreth 100.000 euro. Nuk është të tërë me qka dhe që të punajsh. Nuk kum penga asnjë punë hiç. Sa pula i keni krejt këto? Po janë dikon 300-400 cupa, po. Përshëndetje për krejt miqemi, jemi arë sot në shtëpinë e Sokol Halilit këtu në Plozhinë të komunës së Skënderaj. Sokol Halili është një biznismen nga Zvicra që ka ardhur në Kosovë, pra ka lënë Zvicrën për të investuar në vendin e tij me miliona euro. Hajde një bashkë me mu që të takojmë. Sokol, përshëndetje. Përshëndetje. A moj? Mirë, faleminderit. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjatëm. Faleminderit që na pranoni në shtëpinë e juaj. Mirë se keni ardhur, sikur në shtëpinë e ju, ndino sikur në shtëpinë e juaj. Qysh po kaloni? Mirë, faleminderit. Mirë. A mundem me ju thonë mërgjimtar apo tashmë i vendosën në Kosovë? Ja, bili më mëso mërgjimtar më vjetë hatri. Isha një kohë gjatë mërgjimtar, edhe tash ndihem shumë mirë, i rehabilitu në vendlindje, por edhe në Kosovë, gjithandej, ju baj apel gjitha tyne mërgjimtarëve cilët kanë mundësi, sidomos regionit Drenicës, që të bëhemi bashkë, ta qojmë, ta investojmë atë njerësën e atë munin që e kena bo me vite, sepse Drenica është një region i shkelun me dekada, me shekuj, por Drenica si region është i shkelun edhe këtë dekadën e në fundit nga vetë njerës cilët i kemi ngrit na, fajt i kem na, edhe ju baj apel gjithë mërgatës, gjithë atyne njerëzve të mirë, që kanë vujt me vite, me dekada në perëndim, që t'i kthehen vendlindjes, t'i kthehen Kosovës, t'i kthehen Drenicës, edhe bashkarisht dikush t'investojmë ndriçim, dikush t'investojmë në ujë, dikush t'investojmë në një fabrikë të vogël. Planet e mia dhe projektet e mia janë afat gjate, falë miqve të mi izraelit, falë miqve të mi zvicran, falë miqve të mi edhe amerikan. Une kam projekte madhore, cilat veç i kam në rrugë sipër, në përfundim e sipër, edhe mbaj mëtë se shumë shpejt, ndoshta jo para gushtit, për më njëherë mas gushtit, do ta nisi këtu në mes Tica dhe Plozhine fabrikën Nestle, ashtu si që është Montreux Zvicrës. Falë miqve të mi cilët janë izraelit e zvicranë edhe vinë e bojnë pushimin këtu në Plozhinë, mund këtë vendlindjen time këtu. Ata njerëz e shohin Kosovën si një vend i zhvillimit, e shohin popullin e Kosovës dhe shqiptarët përgjithësi si një popull bujar, mirëprec, një popull inteligjent, por për fat keq menaxhim nuk kem. Tregona pak krejt këto fjalët e tua janë si vullnet e gjithë mërgjimtarëve që i shtyjnë me në Kosovë për me jetu edhe me vepru në vendin e tyre. Tregon pak çysh lindi ideja për me u kthyti në Kosovë? Une e kam pas edhe një kompani timen në Zvicër, ku me cilën kam fitu bukur mirë dhe kam ecë bukur mirë. Isha i lidhur edhe me Bob's Group, një fabrikë gjigande, cila është në gjithë botën dhe ka mira punëtor. Isha i lidhur edhe me Alterimo, është një kompani ndërtimi në Zvicër, por pas gjitha investimeve që bëra atje, nuk e nisha vetën stabil apo shiqimi i autoritetet zvicranëve ishte negativ ndaj meje, sepse unë isha këqë nacionalist, edhe investimin, përfitimin apo atë që fitoja në Zvicër,
automatikisht e sjellja në Kosovë, edhe kjo ndikon të keq. Ju keni investu deri tash në Kosovë dhe pse keni jetu në Zvicër? Keni investu për Kosovën, për vendin e juj? Une kam investu rregullisht në Kosovë, për vendin tim. Kam ndihmu edhe shok, kam ndihmu edhe disa kompani, cilat mund të janë të autorizuar edhe na për bankat e Kosovës, që ta shfrytëzojnë konton time dhe fondin tim për ndërtimin e Drenicës, por kishte qenë kundër ta. Une punoja në Zvicër dhe paraun e sillja në Kosovë me pretendim që të zhvillohet Drenica, të zhvillohet Skënderaj, por ata njerëz ishin duke ndërtuar në Prishtinë, ishin duke ndërtuar ato ku kanë përfitimin, e une nuk e kam pas këtë apetit tyre. Tash, për viti 2017, thuja rregullisht jam në Kosovë, dhe i një kompanit serioze, i një njerëz serioz, edhe kum fillu që nga vullnetim dhe me Drenicakt e mi, t'i kthehem Drenicës, se ashtu si e dini ju gazetarët, ashtu si e dini e gjithë Kosova, po këta njerëz janë, cilët na kanë detyru neve, juve, edhe cilët e kanë pru edhe vetëvendosin pushtet, ku për fat keq. Ndoshta është e dhëmshme me përmend gjitha, por institucionet e Kosovës aktualisht dhe populli i Kosovës është edhe në dorën e terroristëve, cilët kanë kallë parlamentin, qeverinë, presidencën, edhe unë mund t'jav faktoj, pas kësaj bisede do t'jav dhon argumentet me veti, ku edhe si individ, kanë tentu bashkë personi cili po tenton të votohet që 13 herë, ka qunë prokurori, ka qunë polici, me paran time, me njerësën time, ku duke falenderu prokurorinë e Republikës Kosovës, duke falenderu prokurorinë e Gjakovës, i ka detyru që të mi kthejnë parët, edhe jav ka hedhë në bërlëg akuzat mashtruse, akuzat denigruse, akuzat tipik terroriste, të asaj familje komplet. Ju me një farë forme po e qunë paka shumë qeverinë Kurti si terrorist. Apo i bie kështu? Une dua t'jam i drejt për zdrejt. Gjithherë kam thonë, se ju e dini unë e kam ndihmu. E kam ndihmu lëvizjen vetëvendosje, jo që e kam dashtë. Pse e keni ndihmu? E dim pak ka shumë edhe këtë pjesën që ju e keni mbështetur shumë Albin Kurtin. Trego ma rrjedhojnë e kësaj pse ka qenë ajo mbështetja edhe qysh është sot. Mbështetja ime për Albin Kurtin ka qenë nga mlefi, duke po bashkëluftetarët e mi, cilët sot fëmijët e tyre ju lakmojnë njerëzve jo meritor, duke po bashkëluftetarët e mi cilët janë shkelur nga po këta që i kemi ngrit na, për 25 vite rresht, une e kam përkron nga mlefi Albin Kurtin dhe në orën me 14 shkurt 2021, në orën 8 janë edhe inqizimet, dua edhe qytetarëve të Republikës Kosovës dhe Drenicakëve të mi që thamë, se edhe unë jam njeri, edhe unë mund gabaj, më falin shpreje, edhe unë e kum fut dorën në gjëtë, nuk po muja përmeni emnin, po në orën 8 mbrëmje jam tërhek. Jem dalim distancu, edhe kum hasim kur me ty, as jam as ka me kon, po të kum një mu për i noti një kriminalit ekonomisë të Skënderajt, si që është Samil Ushtaku, për i noti ti e kum dihmu. Po e bëni publikisht edhe me emër. Po. Pse i thoni pikrish kriminal, Samil Ushtaku? Po, Samil Ushtaku është baba i gjitha krimeve në Skënderaj, architekti i gjitha krimeve në Skënderaj. Ky ka shok edhe vrasës Serik. Ky me mjeshtrinë e tina dhe me njerëzit e tina është edhe kundër çlirimtarëve në Hagë atje, cilët janë duke mbrojt Kosovën, janë duke mbrojt çdo çlirimtar, janë duke mbrojt edhe varrin e Adem Jasharit atje. Ata sot janë t'injoru nga këta njerëz, cilët vrapun shpejt ju kapën edhe Albin Kurtit, sepse
çdo vlerë, çdo angazhim, çdo mund që e ka bu Hashim Saçi, Kadri Veseli dhe çlirimtar për këta njerëz që ju veshën Albin Kurtit, Albin Kurti ka bo pak për ta. Por këta mendun se duke e përkrosë Sokol Halili Albin Kurtin, mos po shkon kjo ofertina, jo, une kam dëshmor, në varrezat e dëshmorëve të mi kum investu vetë, nuk i kum leju këta, disa, s'po tham gjithë, shumë pak ata janë, disa komandant mercenar, nuk i kum leju që të vinë të më fotografohen të varrezat e dëshmorëve, kum investu vetë, Sokol Halili nuk shitet, as nuk blehet, une jam shumë ofër njerëzve, jam shumë ofër qytetarve, investoj në ato mënyra jo dukshme, investoj të familjet cilat kanë nevoj, por nuk e lëja i vetën që më falni shpreje të jam zagari as kujt. Sokol, a keni me dikon prej politikanëve tashme edhe që i kemi në Hagë, po edhe jashtë Hagës, që keni lidhe familjare me ta? Kam lidhe familjare, me çdo çlirimtar kam lidhe familjare dhe çdo çlirimtari cili e ka pas armën, unë vetë jam i plagosur, vetë jam pjesë e luftës, këtu në këto troje, bashkë këto troje këtu, atje 50 metrë në todën e mëqme, Adem Jashari ka hongër darkën e mram për i durve të non stem. Atë non bili ka qenë edhe në Radin Lushtaku me ta. Tahir Mehen e kem, në momentin kur Tahir Mehen e ka leqit lagja Meha, baba jam u quja ka dhe motrën tem, kur u vra Tahir Meha, e kanë leqit edhe shumë akrabohë me qasi sët që përfitojnë në emën Tahir Mehes. Unë kam shumë me qasi e shumë akrabohë në gjitha në gjithë këto vlera, por unë kam akrabo, kam edhe gjak, edhe Kadri Veselin, por unë mburëm, njëhem krenar, edhe kja nuk më lenë mu që jam afër vetë vendosjes, se unë duhet zgjidhi. Ose me njerë të sinqert, ashtu si që është Kadri Veseli, ose me nëjë organizat terroriste. Në këtë rast, unë duhet të largoj nga ky mlef, apo nga kjo fjalë terrorist, vetëm Glau Konjufçën edhe Albin Kurtin, kurse të tjerët edhe gjithë këto familje dëshmorëve, edhe gjithë ta njerëz që thirrën në gjakun e dëshmorëve, apo gjithë ta njerëzve tonë eminent, cilë që kanë afru Albin Kurtit, Albin Kurti e din se ju kanë afru për ndonjë interes. Pra po thamë, unë jam vlerë e një pjesë, jam vlerë e një historie, cilën nuk e tjetërsaj, cilën nuk e shes. Ndihem krenar, por nuk mund tjetë Albin Kurti vlerë me amodhe se këta çlirimtarë cilë po i përmeni. Nuk mund tjetë, nuk mund të krahasohet Albin Kurti, mund të krahasohet si orator, si mashtrus. Por jo si vlerë kombëtare, se asgjë s'ka bon. Pa morë parasysh, tash pëjthojnë piquin edhe veteran. Unë me keqardhje e tham, edhe më vje keq për ata komandant, cilë të quajnë Albin Kurtin veteran, se ata kanë qenë delegacion me Adem Demoshin, kanë orë edhe këtu në Likafc, por pushk nuk ka pas, armë dorë nuk ka pas. Po din me ushqy këtë popull, dvujtën, ashtu, Albin Kurti dhe Samir Lushtaki nuk kanë dallim. Vetëm krimet e tyne janë ndryshme. Samir Lushtaki është të ta mojtë komunën e Skënderajt dhe Drënicakt, peng, t'i ka kopë mësimdhënës, administratën, socialin, edhe i kalon Drënicakt e varfër. Kurse Albin Kurti ta ka kopë qeverin, edhe t'i ka kopë disa mosha, disa mosha terrorist, edhe pimonë sot apetitin e familjeve dëshmorëve. A ka gjoma tërpë se për një djallë dëshmorit, apo për një djallë të vlerave tona kombëtare, se me shku mi prit Albin Kurtin ka 3 sahat, te i të vjen
t'ja qetë një kafe. Me përgjësit plot, ju thamë, se ju një gazetar, ne duhet t'ju për ullum për guxim shmerin e juve, edhe për punën e juve, se e banit paljashme, po ju duhet ta dini këto. Albin Kurti shere disa familjeve dëshmorëve, disa familjeve emblematike, të rasën e kryeministit e ka shtinë në gjam, me i lona tonë në nej me pi cigare dhe me nej me pi kafe, për mos mi pengu në zyre. A ka gjoma tërp se njerëz eminent të familjeve dëshmorëve me shku e më bo argat të Albin Kurtit. Po kujni jo që 20 vite, 25 vite, juve ju dha të nder Hashim Saçi, ju dha të nder Amosh Haradinaj, ju dha të nder Fatmir Limaj, ju dha të nder Jakub Krasniqi, që s'pi vjetë tërp, javë këtyt shpinën sirimtarve, edhe tash ju këni gjuhë dhe këtyne. Tini të bindon me përgjësit plotë, thamë, se pengesat nga qeveria dhe nga institucionet për investimet e mija janë blokuse, se pengesat këtu janë nga individ se po ngritet Sokol Halili. Unë jam i ngritën, unë jam vetvetja, unë edhe në fshat këtu ku jam, unë eci vetëm, nuk kam nevoj as për trupruj, nuk kam nevoj as për cjels, unë jam i thjesht se jam over publik, kurse këta, më falin shpreje, këtë shpreje, po këta as gratë e veta nuk i kanë ofër, se edhe ato i kanë injeru, edhe ato i kanë shkel. E për këtë arsye unë jam vetvetja. Sokol, pak a shumë, folëm deri tash për politikën, pak për fond tregona se edhe prapa Kamira na tregove që me ardhjen tonë prej Zvicrës jeni duke mendu me konkuru për kryetar të komunës. Qysh janë pak këto zhvillimet për fond? Po, unë dua ta shfrytëzoj rastin përmes juve, t'ju baj apel gjithë drenicakëve, t'jemi bashk, jo t'jam unë, po t'jem na, ata cilët t'imposhtum këto bonda kriminele, cila do qofshin ato, në Skënderaj, janë 5 mbi emra kriminelesh, cilët edhe ato diplomat shkollës mesme, ato shkolla që ka i kanë ble, ju garantoj me përgjithësit plot, se as tabelën e shumëzimit 2005 nuk e din, e na morën qaf, na i kirin hija, ekonomia ka stagnum komplet Skënderaj, vetëm raste sociale ka, ndërtime, duke falinderu disa bonda, mund t'i quj kriminelesh, 2 dekada, ata vine investojnë Skënderaj dhe i shpërlojnë parat e tyne, përmes një rivë cilin e kanë komunë Skënderaj. Unë ju baj apel gjithë drenicakëve, e janë i se bashku, se unë do t'jam kandidat për kryetar komunje, i pavarur nga iniciativa qytetare për Skënderaj, edhe ashtu si ju këmë thot gjithë, i thras drenicak të mbojnë për fjale, se nëse nuk jam gjendje me i thith investime 2 miliard euro, me na 2 vite të pora, pse po mleni me dorë në Skënderaj? Pse po mleni me dorë rrugëve më rajt? Apet, unë e kërkoj që bashkarisht ta ndërtojmë Drenicën, ta ndërtojmë Skënderaj, se me këta njerëz na jem vetëm të i huprinin, edhe në fundit ju sheni si u shprazën gjitha fshatrat, bashkarisht t'ja rritum, ta ngritum ekonominë, t'i kthejmë tokat cilat i kanë vjedhë këta. Këta 5 mbi emra kriminelesh i kanë do tokat, i kanë do asetet, i kanë do lokalet, i kanë do prunat, edhe i kanë morë për veti. Por boba i gjithë ti krimi, edhe architekti gjitha krimeve në Skënderaj është Sami Lështaki. Ky njeri ka dënu shumë drejtar. Të administratës së fundi janë dënu edhe 2 tash si u dënu nga gjykatat. Ky njeri disa drejtërësh komuna i ka dënu edhe as të një burg s'kanë mojt. Dhe me thonë ka morë dikush përgjithësi. Edhe ju baj apel, ta shfrytëzoj rastin, ju baj apel gjithë asamblezëve të komunës Skënderaj, se ata sa ju qitet një lexim për para, ata mbojnë përgjithësi për ngritjen e dorës dhe për votimin e atij akti kriminal, ashtu i cili ka qenë varri në Skënderaj, ku pronar është djali Sami Lështakut, mas një firme qitaku. Ju baj apel kujdes se institucionet vanojnë, por nuk harrojnë. Si e thot populli Hiqimeti harran, vanon, por nuk harran. Andaj, kujdes se do të bëni përgjithësi herët apo vonë.
Sokol për jashta politikës, faleminderit tash për politikë, tregona pak se po e shohim që shtëpia juaj, oborri juaj, kopshte, krejta gjana që i keni, po e mbizotron një natyrë shumë të bukur. Tregoma pak qysh erdhi ideja që u ktheve prej Zvicrës, sa ke investuar në Zvicër, sa po investon në Kosovë dhe pse kjo jetë kështu? Unë e du fshatin, e du vendindjen, edhe investimet e mia nuk do të kanë ndalën. Qëllimi jam është që të baj diçka që nuk e kanë botë tjerët. Qëllimi jam është që nga ky vit, apo nga momenti në moment, bum ekonomiki jam duket sidomos në regionin tim, sidomos komunën e Skënderajit. Qytetarët e Skënderajit do ta dinë, edhe dinë, se unë nuk kam nevojë për asgjë. Gjithë këtë që ka baj, sikur në Varreza, sikur në fshat, sikur në drejtim publik. Imagjinane gjitha këto fshatra, Tica, Plozhina, Likovçja, Qareva, këto janë që 6-7 vite të investimi u bon nga unë, mirëmbajtjen e bajon, janë të kushtueshme. Gjithandej ka cilni keni ujë, burime të ujit, cilat i kum investuan. Por kam pengesa në investime, kam pengesa në aftësit e mia kapitale, edhe nga qeveria lokale, ju baja apel drejtësakëve që të bashkohem ofër njëri tjetrit, edhe prapë përsëris na, jon, bashkarisht të arritum qëllimet tona, se unë kam kapacitet, unë kam energji, edhe çdo herë bile du më javë cek gjatë fushatës në Runik të Skënderajit, ju thash atyne fshatarëve, hajde po hina me bast. Ma japni ju gjithë votën mu, çka po kërkoni për mi. Fitova, s'fitova. E mora komunën e se mora, nuk henen me bast. Ka shumë këtu rrethona që ju këmë thonë, na jem me ty, na do të adhojmë votën ty. Çka po kërkoni për meje? Jo dojmë na prunë ndryqimin. Mas zgjedhje, më njëherë, mas një javë mas zgjedhje, ja kum shumë likavs dhe në fond atje. Ja kum që ndryqimin. Unë jam ai që ka jam të dhonë për qytetarët. Nuk dua asgjë nga qytetarët. S'kam nevojën për qytetarët. Ata ka nevojë për mu, se zoni tyne unë ngulfat, edhe nuk po nije zoni tyne. Sa është vlera që ke investuar deri sot në Kosovë, Sokol? Po, unë jam aksionar në disa kompani, vlera është bukur e madhe, jam aksionar në disa kompani, po unë mund t'ju thamë dirisht se vetëm një investim, cilin e posedoj, e ka vlerë 97 milion. Ato e kam Kosovë këtu, por unë e kom tentu me jadon shtetit tem me 50%. Investimet e mia nuk do të ndalen, pa mos parasysh se unë dukem i thjesht, dukem ofër njerëzve, edhe kjo është një mod të na, se vetëm kër e shohëm dikan në kravat, apo vetëm kër e shohëm dikan me një kerë të bukur, a i pas ka kushtet mirë. Në shumë kompani tjera të forta, cilat kanë 30 milion, 40 milion kredi. Qytetarëve ju thamë, ju jeni shumë ma mirë, me atë që e keni, me atë që posedoni, se disa kompani, cilët nuk janë vetvetja, por vetëm e mbojnë komunën katë që thatë populli. Komunën e dikuj tjetër. Sokol, tregom pak jashta krejt kësaj, qysh është me jetu në fshat? Po, une do ta marrë shembull, për shembull Fushë Kosova. Fushë Kosova ka rregullisht probleme, se gjatë studimit mia si jurist, kum pas mundësinë edhe kum desht ta studioj edhe psikologji. Presioni, vrasjet, ndarjet, do ta kem shembull Fushë Kosova. Në fshat është ajri pastër, natyra, edhe fshati ka shumë pak telashe se vendet e ngulfata, cilat janë ngulfatne nga popullsia
nga natyra e bllokume, por i los gjithë ata njerëz që të kanë dorim, ta dunë vendlindjen, e mos lakmojnë në qytet, se unë jam një ndër ata, kam Skënderaj, kam Prizren, kam Prishtinë, kam gjitha ne Kosovës, por nuk mund ta baj gjumin dikon tjetër më mirë se në vendlindje. Nuk përmbushesh më mirë se këto që... Askon. Tregon pak se po e shohim edhe pjesën e kopshtit ku keni edhe këto që i mirëmbani. A i keni në qef apo qysh e bani këtë punë? Une kopshtin kam, që thët fjallë popullore, boshqe. I kam 3 boshqe, 3 kopshte. Një kam fonora atje dhe publikisht të shfrytëzoj rastin edhe i kumë thonë, edhe për para se gjithë mërgjimtarët janë të lirë me hi me marë çka të dojnë. Pemë, pjepna, speca, dëmote, patligjona, çka do që t'ju duhet, janë të lirë me hi me marë, e baj për mërgjimtarë atje poshtë. Kurse kësajt, për familje, për miqësi, por bleti kam të rreth, mund të thamë, 500-600 koshere. 500-600 koshere. Po të një të bindon se hobi kam. Sa keni investu në koshere? Sa keni investu dhe sa është lera atynve? Lera atyne o dikon 60.000 euro, por unë e kum investu në infrastrukturë tyne, vetëm heker e lastër, në njërë metalike, kum investu dikon rreth 100.000 euro. Edhe kisha pas dëshirë të jepni një fotografi apo një pamje, e kum bo një investim afat gjatë. Nga qefi, në këpsh këtu kum investu, është kështu si duket, një farë investimi klasik. Po vrej që është një natyrë shumë e pasur edhe jashtëzakonisht e bukur. A e mirëmban vetë, apo e ki dikon që e mirëmban kopshtin e juj? Une e kam një punëtor shumë mirë, e këto të ofër, që ka e regati kopshtit rregullisht, po gjithashtu jam edhe vetë që nuk hezitoj. Nuk heziton me e ba punën? Nuk hezitoj, edhe shpesh herë nuk dihet cili o punëtori, cili o punëdhënësi. Këto kum pasur edhe në Zvicër, nuk e ka ditë askush se cili o punëtori, e cili është punëdhënësi, edhe pronarët, punëdhënësit, kompanit si Bob's Group, Alterimo, Frederici, Pfister, këta u çudiqin se si po kam ka shumë energji që t'jam aktiv edhe me punëtor. Nuk është të tërë në çka do që të punojsh. Une, dëshira jam është që rregullisht jam aktiv fizik. Për ata merrem me sport shumë, po nuk hezitoj të punoj me blet, të punoj në kopsh. Nuk kum penga asnjë punë hiç. Tregon pak qysh është e këtë pjesën e rinisë kosovare që dalin në mërgim për me punu, me vepru, me jetu, qysh ata e mendojnë që është ma mirë. Qa kishe me ju thonë aty me përfund? Une ndjedhim për ta, rinia jonë është ardhmja jonë, ju baj apel, mos u dëshprani, se rinia jonë nuk kanë faj, kur i shohin djemtë komandantëve, djemtë generalve, si ndrojnë veturat çdo 6 muaj, 100.000 euro, 80.000 euro, ju shkojnë veturat 80.000 euro për ditëlindje dhurat, ju baj apel, rrini ofër prindve, rrini ofër familjes, se shumë atë mire kini jetën jo me prind për çdo natë, se prindja tina që nuk vjen ka 3 muaj në shpesh. Kjo është e armja e jonë, rinia jonë na duhet këto. Me ku ne jemi kon shumë keq, sot jena shumë mirë, jem si shtet, kem shtetësi, kem krenari, edhe duhet ta mojmë këtë shtet, se shteti nuk mohet të ikë. Ne shqiptarët kem kënu shumë herë me qiftelia, po pak jemi nacionalist, pak jemi patriot, sa asherë s'kemi dalë jashtë kufini, po gjithmonë na kanë të kurrë, gjithmonë na kanë uzurpu, na asherë s'kemi dalë jashtë kufinit për me lyp diçka. Andaj ta mbrojmë këtë Kosovë të vogël sa kena,
me rinin, por jo me qitë politik, jo me qita politikan, cilët na i kanë dëshpru edhe rini. Jemi këtu pak edhe të pjesa ku po i shohim edhe pulat. Sa ke investu krejtën këtë vend? Po këtu ka kalu për 1 milion euro që këmë bo investim, bili pak du t'javë thamë edhe me hajgare, qëri këtu janë pulat, cilat i ka dhonë Sami Lushtoki dhe Fadil Numra, javë kanë dhonë njerëzve në për banesa, simpatizantëve tyne. Edhe ata s'kanë posë ku qujnë ka 5 gjatë pula e 2 knajsi, më kanë thirë, apo i blenë. Thash, po ka qëfar çmimi, sa dush, ta se s'kem ku i qujnë. Thash, bini këtu se që ku kam vend bëllë, që bashkë këtu janë. Mund edhe duken, mund të argumentojmë se njerëzve të sinqertë, bojqëve të ndershëm, nuk ju japet asgjë, nuk vlerësohen, po nën vlerësohen, kurse ata që ka lihin mas tyne, ata që ka ju bojnë argat për vjedhën e vota, ju dhojnë pula, ju dhojnë tendere, ju dhojnë gronde me i mojt afer. Sa pula i keni krejt këtu? Po janë dikun ja 300-400 copa, po. Derin 400 copa i keni? Po qura, ka pula. A shetni në një prej tyre, apo ju mbani për qef këtu në juj? Të një të bindën se asnjëherë shqit s'kam. Gjithve ja ku më thonë miqve, shokve, dashamirve, kam miq të mirë, kam shok të mirë, që dihna, këgja bukur mirë njëna kur i në rej. Po na vjen shumë mirë Sokol edhe krejt investimin që e ke ba për vendin tonë, po edhe për krejt qytetarët e Skënderajit, edhe pjesën e regionin e Drenicës. Cili kishe me qeni një mesazh i fundit për vendin tonë, edhe për krejt që ka duhet me investu për këto? Une mesazhe kam shumë, kisha pos qef që çdo Drenicak ta kopi për qafe, ta ledhatoj edhe t'i thamë se na jem një, na jem vllazën. Edhe çdo shqiptar të vujtën, ku do qofshin ata, në Shqipëri apo në Kosovë, po me keqardhje duhet ta thamë se si Drenicak jena shtresa e cila jena torturu, jena burgos, jena vra, jena masakru, edhe kena liftu edhe Turkin edhe Shkov, kështu që çdo Drenicak i thamë dë bashkohëm rreth vlerave tona, dë bashkohëm rreth mirave tona, ta shlirojmë komunën e Skënderajit nga uzurpator, nga 5 mbjemna kriminal, cilët sot edhe në varrezat e morinës dëshmorëve tonë pushon ujt, ato eshnat e dëshmorëve tonë pushojnë ujë. Kështu që si Drenicak na takon që ta qesim komunën e Skënderajit në binare, edhe si kryetar i arshëm i komunës Skënderajit i garantoj Drenicak se as nuk do të vidhen derivatet. Tokat, asetet, gjitha do t'i kthehen me 6 qyristë që do t'i angazhoj 24 orë, këta kriminal, cilët e kanë vjedh tokën, i kanë vjedh banesat, i kanë vjedh lokalet, edhe janë bo multimilioner në korrez Drenicakve, nuk do t'a gëzoj.